Mielli shqiptar dhe ai kosovar tashmë do të kenë të njëjtat standarde, duke i dhënë fund edhe debateve në lidhje me cilësinë e miellit që vjen nga Kosova. Pas këtij produkti po punohet edhe për njësimin e standardeve të qumshtit, verës, mjaltit dhe patateve. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti pas takimit me homologun Memli Krasniqi, i cili u zhvillua në Kosovë, deklaroi se ky është bashkimi i vërtetë i tregjeve. Ne heqim përfundimisht të gjitha ato barriera të cilat në mënyrë të panevojshme u bën pengesë vitin e kaluar në lëvizjen e lirë të dritarëve të mjellra. Po sot unë pata rastin që t'i paraqes ministrit Krasniqi dhe propozimet tona për njësimin e standardeve edhe për artikuj të tjerë ushqimor, duke filluar nga qumshi, duke filluar nga verat, mjalti, vaji e tjerë. Ndërkohë, ministri kosovar i bujqësisë Memli Krasniqi deklaroi se ky bashkëpunim do të vijojë që të zgjerohet në të ardhmen. Do të avancohet edhe më tej në të ardhmen në mënyrë që të kemi një lehtësim të komunikimit, një lehtësim të qarkullimit dhe një ndihmes edhe për prodhuesit, edhe për bizneset apo agrobizneset dhe bizneset e tjera në fushat që ne mbulojmë. Parimisht ne të dy palët mendojmë që raportet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë duhen të jenë shembulli më i mirë i bashkëpunimit rajonal. Në takimin e radhës, dy ministrat kanë diskutuar edhe për lehtësimin e lëvizjes së lirë të mallrave në dy anët e kufirit.